Reforma zgjedhore përfaqëson një hap të mirë drejt integritetit zgjedhor, nxisim palët për reformë gjithëpërfshirëse. Duhet një produkt i mirë. Komisioni Qendror Zgjedhor ka marrë hapa të rëndësishëm në analizën pas zgjedhore dhe ka paraqitur disa propozime. Depolitizimi është thelbësor. Reforma zgjedhore është pjesë domethënëse e rrugtimit dhe zotimit që ka Shqipëria në grup kapitullin e parë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, e para që hapet dhe e fundit që mbyllet. Krye komisioneri Ilirian Celibashi konsideroi bashkëpunimin me Bashkimin Evropian më thelbësor për trajtimin e administratës zgjedhore, duke theksuar se përqendrimi i lartë i politikës në administratë ka penguar një proces të qartë dhe transparent. Historia jo vetëm për zgjedhjet e fundit ka treguar që administrata zgjedhore nuk siguron të gjitha garancitë që duhet të sigurojë në lidhje me administrimin transparent të procesit zgjedhor. Dominimi vetëm nga partitë politike të administrimit të zgjedhjeve ka krijuar handikapin e vet në lidhje me standardin profesional. Është me rëndësi të dorës së parë që kjo çështje të jetë ndër të parat që duhet të adresohet. E pranishme ishte dhe Liriko Paçi Di Michel, drejtore e divizionit të zgjedhjeve dhe bashkëpunimit parlamentar në Asamblen Parlamentare, e cila theksoi rëndësinë e besimit të qytetarëve në procesin zgjedhor. Aktualisht diskutimet për reformën zgjedhore mbeten prioritet në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, ndërsa autoritetet synojnë përmirësimin e kapaciteteve të administratës zgjedhore dhe rritjen e transparencës së procesit.